Të dashur shqiptar, ju dua me gjithë shpirt dhe do them këtë në çdo film. Por mbi të gjitha unë dua arbreshët. Pa gjuhën arbreshe, ne do e kishim humbur komplet lidhjen me ilirët. Ideja që gjuha shqipe është gjuhë pellazge ka lindur tek arbreshët dhe është shumë e fortë edhe sot e kësaj dite. Tek shqiptarët është e dobët. Tek shqiptarët ka dalë vetëm si interpretim i rilindasve. Tek arbreshët është bindje e thellë. Pse do thoni ju? Sepse arbreshët përdorin edhe sot e kësaj dite fjalë pellazge që ne nuk i përdorim. Tani është një fjalë arbreshe kaq e bukur, kaq madhështore, sa që duhet të jetë krijuar me ndikimin e gjuhës shqipe kjo fjalë. Është fjala hajdi. Ne nuk e kuptojmë gjuhën arbreshe fare. Sepse arbreshët përdorin fjalë iliro-helene. Ata i quajnë fjalë pellazge. Këto janë fjalë iliro-helene. Kjo fjalë është në greqisht, hajdi. Dhe duhet këtë ardhur nga neutri, hajdion. Dhion, në fund të fjalëve në greqisht, përdoret si diminutiv, përkëdhelse. Grekët thonë që fjala hajdi, pas ka ardhur gjoja nga fjala echo, z, i cili bëhet në z i dashur, echo hajdion, nuk ka kuptim ky shpjegim i grekërve. Në gjuhën arbreshe thuhet, kam përgatitur gjell me hajdi, me shije, që t'jep kënaqësi. Pra ka shumë mundësi që fjala shqipe me ngrën, ha, plus diminutivin grek, dhion, ka dhënë hajdion. Pse do thoni ju? Në gjuhën greke nuk është gjetur kur varianti hajdion, por hadhi. Jo hajdi. Hajdi është vetëm në gjuhën e çamërisë, është në gjuhën e arvanitasve, hajdi është dhe hajdia. Tani, shiko sa rëndësishme është kjo. Forma hajdi është një lloj si anapodhi. Do të shikoni këtë film, Timin, që është një fjalë abstrakte në greqisht, anapodia. Në shqip është anapodhia, është quar prapësi dhe anapodhi prapësi, po e pashquar. Pra dhe kjo hajdi në greqisht, ose më saktë hadhi, është forma greke, i përgjigjet formës së pashquar të shqipes. Dhe hajdia është forma e shquar e shqipes. Një lloj si anapodhia. Fjala anapodhia është krijuar nga para fjala ana, përkundrejt, përgjat, podha është rase kallëzore e fjalës këmbë në greqisht. Duhet ishte ana ton podha, sepse gjuha greke përdor format e trajtës së shquar, ton. Shqiptarët e heqin këtë ton dhe krijojnë tok fjalshin anapodhia, arvanitasit. Kjo është gjuha ilire. Ilirët marrin fjalë helene dhe ja heqin formën e trajtës së shquar. Ho brindos, koka drerit në greqisht, është në gjuhën mesape brindos, pa ho. Ho lembos, varka, është në gjuhën ilire lembos. Ose më saktë unë kam gjetur në rasën kallëzore lembon, pa ho, që bët ton në rasën kallëzore, të dashur shqiptar. Pra, hajdi do të ketë ardhur nga një hajdia, që është në shqip, forma e trajtës së shquar. Në greqi nuk është as hajdi, është hadhi. Dhe pas ka ardhur nga e ho, zëri. Ja,
Ka ardhur nga folja me ngrënë, sepse shqiptarët thonë, kam bërë për ju gjell me hajvi, me shije, që të sill kënaqësi. Në gjuhën shqipe, unë kam gjetur, në variantet arbreshe, 9 kuptime, për atë Zot që është në qiell, dhe arbreshët këtë film duhet ta shikojnë, dhe të shënojnë poshtë filmit kuptimet, se unë i kam gjetur në italisht, dhe ata t'u ja shpjegojnë shqiptarëve në shqip këto kuptime. Të fjalës hajvia dhe hajvi. Është edhe shquar dhe e pashquar në arbrisht. Kjo fjalë përdoret në Kalabri, në Sicili, përdoret dhe nga shqiptarët në Himar. Me j, hajvia, ndërsa në greqisht është hadhi. Pra unë mendoj që lidhet me fjalën me ngrënë, ha, dhe jo e ho. Sipas ka dhënë e ho hajvi, është etimologji e kërkuar. Të gjithë çamët më kuptojnë. Të gjithë arbreshët më kuptojnë, shqiptarët nuk më kuptojnë, sepse shqiptarët nuk e dinë këtë fjalë, nuk e përdorin hajvi. Po shqiptarët përdorin fjalën dhelkë, dhele, për këdhelje, dhe më thoni, a mund të jetë lidhur me fjalën hajvi? Fjala për këdhelje. Mund të dalë nga hajvia, dhele, si diminutiv e vetë shqipes. Përse do thoni ju? Fjala det në gjuhën e çamëve është detlë, ere detit. Pra, hajvi mund të ketë thënë dhele në gjuhën e çamëve, një lloj siç ka thënë detlë, ere detit. Pra kjo ele është për këdhelje në gjuhën e çamëve. Gjuha e çamëve është si një urë lidhëse midis gjuhës arbreshe dhe gjuhës shqipe. Mendimi im është që gjuha shqipe ka lindur në Greqi. Ky është mendimi im. Qofsha i gabuar. Prandaj ka lindur ideja që gjuha shqipe është gjuhë pellazge. Tani do të them një sekret shumë të madh. Përse mendojnë që gjuha shqipe ka lindur në Greqi? Sepse të dashur shqiptar kam gjetur diçka të jashtëzakonshme. Do ta shikoni një film tjetër që fjala shqipe mal është gjetur në veprën e Odiseas, që s'e ka lexuar njëri me vëmendje në greqisht. E kam lexuar unë. Është fjala mal. Jo në Iliad, është tek Odisea, se të gjithë shqiptarët janë përqendruar tek Iliada. Tek Odisea ka më shumë elemente të ilirishtes. Pra fjala mal është përmendur në shekullin e 8 para erës sonë si fjalë ilire tek Odisea. Dhe argumenti tjetër është ky, përse grekët janë interesuar kaq shumë për ilirët. Ju nuk e dini, por grekët flasin vetëm për ilirët, në të gjitha veprat e tyre. Tallen me ta, natyrisht. Përdorin fjalë të pista, e natyrshme. Po kjo është gjë e mirë. Të gjithë informacionin që ne kemi për ilirët, që arvanitasit i quajnë pellazg, por ilir është term më i gjerë, përfshin të gjithë gadishullin ilirik. Pra, këta flisni një dialekt epik, ku fjalët helene dalin pa formën e trajtës së shquar, zbulimi im. Grekët e quajnë gjuhë artificiale, gjuhën ilire. Ju betohen për atë Zot që është në qiell. Pra, të gjithë këtë informacion që kemi ne, e kemi nga autorët helen. Po të mos ishin ata, nuk do dinim asgjë fare për ilirët. Madje dhe emrin ilir e kemi prej tyre. Quhet Illyria. Jo Iliria. Hillyria është emri i plot i Ilirisë. Dhe nuk dihet nga vjen. Po çon si ka. Edhe fjala pellazg nuk dihet nga vjen. Nuk është fare e rëndësishme.
Rëndësishme është fjala hajdhi, që është formë e pashquar në arbërisht dhe hajdhia është forma e shquar. Grekët thonë që vjen nga hajdhion. Në rregull, por shqipja e ka zhvilluar këtë në formë të shquar dhe të pashquar pa ndihmën e trajtave greke, që i vendosen para fjalës hajdhi. Pra, në gjuhën greke duhet kishim to hajdhin, apo jo, në utri. Në shqip del hajdhi e pashquar, hajdhia e shquar. Ka kuptimin dashuri, përkëdhelje, lajka, po në shqip ka dhe kuptimin gjellë e mirë, gjellë me hajdhi, gjellë e shishme që hahet. Pra nuk lidhet me fjalën eho, z, fare. S'ka si lloj lidhje. Lidhet me shqipen. Pa u përpjekur të bëhem turbo-alban. Vetëm në gjuhën shqipe është gjellë me hajdhi. Dhe kjo është ruajtur tek arbëreshët e Italisë për më shumë se 6 shekuj. Ata ikën nga Moreja e Greqisë. Moje bukura more. Ata nuk e quajnë veten shqiptar, po flasin shqip. Gjuha e tyre ka lindur në Greqi. Grekët le ta mohojnë sa të duan që shqiptarët nuk janë pellazg. Mua nuk më intereson fjala pellazg, as i lirë. Mua më intereson fjala anapodhia, më intereson fjala hajdhi, fjalë të përbashkëta, Iliro Helene, ose ne i kemi huazuar nga ata, s'ka asgjë të keqe. Ose mund të jenë me origjinë nga ilirishtja, aq më mirë akoma. Pra kemi një trung të përbashkët, Iliro Helen, dhe këtë se mohon dot njeri sepse fjala shqipe mal është në veprën e Odiseas. Dhe ndoshta dimale do të thot dy male. Ne nuk e dim. Ama tekstet e gjetura në dimale janë në greqisht, dialekti dorik. Që ti jemi të sigurt, pllakat janë në greqisht, janë gjetur. Shqiptarët nuk kanë folur dialektin dorik, po kanë fjalë të përbashkëta me helenët. Dhe fjala mal është e shqipes. Nuk ka fjalë mal në greqisht, dhe është në veprën e Odiseas. Pra, të gjithë informacionin që ne kemi për ilirët dhe për gjuhën e arvanitasve, e kemi nga grekët, e kemi nga Homeri, por të gjithë kanë lexuar Iliadën, ky është problemi. Odisea është akoma më tepër e lidhur me shqipen. Në veprën e Odiseas ka fjalë të pastra shqip, jo të ngjashme. Dhe fjala hajdhi nuk është me j në gjuhën greke, është hadhi. Sot e ndjej veten shumë krenar që jam arbresh. Fjala shqiptar nuk njihet nga arbreshët fare, po çrëndsi ka. Mund të quash veten lezhjan, shkodran, dardan, drilon madje, s'ka asgjë të keqe. Emër është ai. Pra, mund të jesh labiatan, ç'të keqe ka? Të pëlqejnë gratë. Pra emri nuk ka shumë rëndësi, mund të jetë sharje në greqisht. Aq më mirë akoma. Nëse ne grekët na kanë urryer kaq shumë, kjo është gjë e përsosur, tregon që ne nuk jemi grek. Por fakti që kemi fjalë të përbashkëta është e rëndësishme sepse tregon që ne kemi banuar me shekuj, të paktën që nga shekulli 8 para erës sonë, kemi qenë bashkë. Nuk janë shqiptarët të ardhur, sepse në veprën e Homerit ka fjalë shqip, është fjala mali. Kërkojni, të dashur shqiptar, do ta gjeni tek Odisea, sepse sudja e etimologjisë është marrë vetëm me Iliadën. E ka harruar Odisean, e ka nënvlefsuar atë. Odisean e kam lexuar unë dhe kam gjetur fjalën mali. Me kuptimin mali. Madje ekziston dhe termi Zeus Malea, ose Zeusi i maleve. E kam gjetur unë. E shikoni apo jo? Por kjo nuk do ishte bërë e mundur pa
daljen e arbreshëve në YouTube, duke parë filmat e tyre. S'do e kisha zbuluar kur në jetë të jetëve. Jemi shumë me fat që është interneti. Nuk do ishin zbuluar lidhjet e Shqipes me ilirishten dhe helenishten pa internetin. Jo. E kanë kod grekët që përpiqen të në thonë që jeni të ardhur, që gjuha juhaj është krijuar në shekullin e 5 të erës sonë. Jo. Fjalët e Shqipes janë tek Odisea dhe kjo i ka shpëtuar Joklit, Majrit, Pedersenit. Asnjëri se ka lexuar Odisen me vëmendje për të gjetur fjalë shqipe atje në botë. Nuk u shkonte mendja që do gjeni fjalë shqip tek Odisea, të dashur shqiptar. As kujt, as shqiptarëve vet. Nuk është se jam gjeni, por kjo ndodhi për shkak se unë bëra fjalor në gjuhë indo-europiane në vitin 2004, e nxora falas në internet përpara se sa të dilte YouTube-i dhe mediat sociale dhe rrjeti, dhe e nxora falas për shqiptarët. Dhe njerëzit që më njihnin filluan të talleshin me mua, si ke bërë ti veprën e fjalorit të gjuhëve indo-europiane kur ti nuk di greqisht. Unë thash atyre, unë thjesht kam përkthyer atë që ka bërë Jokli, Majri, Pederseni. Pse do di unë greqisht, në fakt unë nuk e dija që gjuha shqipe është kaq e lidhur me greqishten. Atëherë fillova të lexoj literaturën greke të lashtë. Dhe sa më shumë lexoja, aq më shumë gjeja informacion që po ju sjell juve dhe jeni komplet të habitur, e di shumë mirë, siç u habita edhe unë për herë të parë. Pra nuk më merrte mendja fare që gjuha shqipe është kaq e lidhur me greqishten në botë, në jetë të jetëve. Pra, të gjitha këto mrekulli që po ju sjell unë juve lindën për shkakun e grindjeve të vazhdueshme se ç'ke ti që përzihesh me gjuhën ilire, ç'të duhet ty, kush je ti. Dhe këto thirrje nënvleftësuese më bën mirë mua, se fillova të lexoj më shumë. Po të thonim bravo të qoftë, do t'japim një doktoratur, do kisha fjetur dhe unë si akademikët e tjerë, do më kishte zënë gjumi nga kënaqësia, do isha ulur në ndonjë karrike, do merrja një rrogë, dhe do bësha si të gjithë shqiptarët e tjerë, dembel. Mirë po, duke më thënë mua gjithmonë me nënvlefsim që puna jote nuk ka vlerë, atëherë duke u përpjekur t'ju vërtetoj atyre që vërtet puna ime është madhështore, në vitin 2004, fillova të bëj këta filma në internet në vitin 2020, dhe film pas filmi gjithmonë më tepër lexoj literaturë greke dhe gjej fjalën hajdia. Ata merr mendja në botë, që ka kuptimin gjell me shije, më ngran, ha, në shqip ka dhënë hajdia, në gjuhën arbreshe, por hadhi në gjuhën greke. Dhe kjo fjalë nuk gjendet në literaturën e lashtë. Është krijuar pikërisht në periudhën midis kontakteve të shqiptarëve dhe grekërve. Dhe në shqip është forma e plotë, hajdia, ndërkohë që në greqisht është hadhi. Në greqisht është formë e menduar, e rikrijuar me j, hajdi, por e shkruar është hadhi. Në shqip është hajdi dhe hajdia, dhe grekët kanë parë gjuhën arvanitase në mënyrë të fshehtë, si u kanë thënë shqiptarëve, dhe gjoja kanë rindërtuar formën e lashtë hajdia. Nuk u vjen turp grekërve të thonë që kjo është në gjuhën arbreshe, kjo është në gjuhën çame. Tani, përse grekët kanë përzën nga Greqia vetëm arbresh? Nuk kanë përzën as jevgjit, as slavët dhe as vlehët. Pra Zot që është në qiell, janë më të drejta të plota, të gjithë këto pakica kombëtare, megjithëse Greqia nuk i njeh pakicat kombëtare. Ndërkohë që unë kam vërtetuar që e folura e himariotëve është e folura e arvanitasve në Kalkidiki. E kuptoni apo jo, 240 familje të regjistruara në periudhën e sundimit turk kanë ardhur nga Kalkidiki, janë vendosur në Himar. Janë arvanitas të helenizuar.
E sigurt do të shikoni filma të tjerë dhe ka dalë kjo krejt rastësisht. Kisha dyshimet e mia sepse toponimet e Himarës janë emra të përgjithshëm në greqisht. Për shembull, në Himar është toponimi Potamos, do thot lum. Bounos, do thot mal, vuno. Dhe banorët e Vunos janë të gjithë shqiptar. Ata e kanë vënë emrin Vuno, e kanë marrë nga Greqia. Në Greqi nuk krijohen toponime nga emra të përgjithshëm, sepse nuk qëndrojnë. Nuk ka kuptim ti thuash malit mal në shqip sepse është emër i përgjithshëm, nuk mbahet mend. Pra duhet t'ja vësh Vuno që të mbahet mend, duhet përdorur një fjalë greke ose një fjalë slave ose një fjalë latine. Kjo është ideja e toponimeve, ky është mendimi im. Ti duhet marrësh një fjalë të huaj për të krijuar një toponim sepse nuk krijon dot toponime nga fjalë të përgjithshme të gjuhës tënde. Jam gjeni. Pranojeni. Pra edhe sikur mos të pushtoj njëri, ti vetë ngret duart lart, vetë pushtohesh dhe merr një fjalë të huaj për të krijuar një toponim, emër të përvetshëm. Kjo është e gjithë ideja e toponimeve. Ngrini duart lart me mua, dorëzohuni, kështu krijohen fjalët e përvetshme nga një fjalë që ti nuk e di, sepse po ti thuash malit mal, atëherë si do dallosh këtë mal nga një mal tjetër? Po ti thuash dhëmbit dhëmb. Pra, duhet ketë ndonjë metaforë, po kush përdor metafora për emra? Vetëm Homeri. Homeri përdor metafora, sepse nuk mund të krijosh ti toponime nga emra të përgjithshëm. Po, në qoftë se ti krijon metaforë. Dhëmbi i Luanit, po. Po kush përdor një metaforë dhëmbi i Luanit për emrin e një mali? A nuk është më mirë të marrësh fjalën greke vuno e t'ja vësh si emër mali, si toponim? Pra arbreshët kanë marrë fjalë greke vetë për të krijuar toponime në Greqi me emra të përgjithshëm. Dhe grekët qeshin me toponimet arbreshe në Greqi, sepse janë emra të përgjithshëm grek. Për grekun kjo është qesharake. Është një lloj sikur një grek të marrë fjalën mal, e përdorur tek Odisea dhe ta përdori si toponim. Pra edhe vetë grekët kanë krijuar toponime nga fjalë të shqipes ilirishtes. Edhe një herë. Hiqni dorë nga fjala Pellazg, Ilir, Dalmat, Dukaginas, Tropojan, Dibran, nuk kanë rëndësi këto lokalizma. Fare. Rëndësi kanë fjalët, hajvi, përkëdhelje, gjell me shije. Këto janë të rëndësishme. Toponimet hiqen. Vetëm ne shqiptarët kemi një fiksim që një toponim ka qenë që nga shekulli 8 para erës son, është krijuar nga vetë ilirët, nga gjuha greke, sepse nuk krijonin dot toponime nga emra të përgjithshëm. Jam gjeni, pranojeni. Nuk krijohen emrat. Ngrini duart lart. Dorëzohuni vetë. Vetë mirni emra helen, slav, latin, sepse nuk krijohen, nuk orientohesh dot në hapësirë me emra të përgjithshëm. Zbulim madhështor. Kjo tregon që ne kemi patur kontakt me slavët, me grekët, me latinët, por ne vetë i kemi krijuar këto emra. Vetë shqiptarët e quajnë veten Drilon. Jo grekët, nuk na kanë thënë kurrë, ka qenë emri i lumit Drilon. Shqiptarët e përdorin si emër të veçantë, se si do ta quash veten ti në shqip? Gomar? Apo lepurush? Drilon është më mirë, them unë. Mbajeni, shumë emër i bukur, i veçantë. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Jam gjeni, pranojeni.